Bëri gabim që e publikoj. Si bëri? Po t'i linte aty të gëzonin me mendje, do vi sot, do vi. Vazhdoni, po. Vazhdoj, unë lexova një analizë tuaj. Sepse unë nuk mendoj që opozitës kanë kauz tjetër. Ta vazhdoj. Bëri shumë gabim që e publikoj. Ata dalin në protest, edhe ngledisëshin me diçka që jashin se do vinë ata, në mos do vinë Delta Force, do vinë ata të qanonit, ata që sulmuan Capitol Hillin. Por duke e kaluar në analizë serioze, 60 shtete nuk janë shumë, 57 ka vetëm konferenca islamike. Ne nuk e dim se sa shtete janë, 60 thuhet, por ne s'dim që. 60, mund të jenë 100, 98, 92 sa ka OKB-ja, por mendoj që një pjesë e tyre, ata që janë thirrur, kanë një lloj valence, o me Izraelin, o me botën arabe. Neve kemi valencë me Izraelin, sepse dihen marrëdhëniet e Ramës me izraelitët, gjithashtu kemi edhe me botën arabe, sepse kemi mbajtur një konferencë islamike. Jemi pjesë e konferencës islamike. Jemi pjesë e konferencës islamike, kemi gjysmën e popullsisë muslimane, pra jemi një interlokutor i besueshëm. Padyshim që s'kan për t'u lënë Ramës të zhvillojë bisedimet, edhe Rama e kupton vetë që është modest në këtë pikë. Por, padyshim që është një ftesë e cila në planin e brendshëm i prish shumë PD-s, e cila kishte ngritur një retorikë të tërë që fillonte që nga Rama që është non grata në Shtetet e Bashkuara, që Rama e ka çështjeorësh që do bjerë, që marrëdhëniet e Ramës me Amerikën janë në pikën më të ulët të tyre. Unë për vetë time ditë them këtë që Rama ka linjë direkte me Shtëpinë e Bardhë, sepse ka dhëndrin e preferuar të tij Kushner bashkë me bijën e tij. Madje Ivanka më duket se vjen në Shqipëri. Pas dysh. Sepse kanë një projekt të tyre që do zhvillohet në Zvërnesa e në Sazan. Trumpi i pëlqen Rama, është udhëheqës autoritar, është udhëheqës i cili ngjajnë shumë. Vetëm nga mosha nuk ngjajnë. Janë të dy personazhe që e kanë qef edhe politikën edhe Kjo pjesa që Trump e pëlqen Ramën, ne nuk e dim. Nuk është. Kam idenë që Evropë i vetëm njëri që doli në krah aty ishte ky. Gjatë mandatit të parë e takoi një herë në samit të NATO-s. Po them që do flej me Ramën apo? Jo, po domethënë kjo që Trumpi ai sa i duhet Ramës mos zotëri tani se ai sa i duhet Ramës se nuk do të, ore nuk çohet e ngrihet me mendje ai çfarë bën Rama, çfarë bën doktor. Ore mund ta harroj pas 5 minuta se Armenia na dinemo, edhe si vetë. Ore që ka një projekt. Atij duhen sa më shumë shtete që të thonë po, jemi dakord. E di, jo, nuk është vetëm ajo. Nuk është vetëm ai ka një projekt të vetin i cili është për pak njerëz. Ai që do jenë realisht ndikus në këtë projekt. Sepse bëhet fjalë që Gaza, unë kam dëgjuar analistë perëndimor që thonë, ore, ç'na kushton neve në komunitetin evropian t'i marrim 1 milion gazian. Na takon një për çdo 1.000 veta për t'i sistemuar dhe për t'i bërë. Një familje mund ta për 3-4 veta. Analist, Telina, si e ke vërshë. Analist, janë ata që përgatisin opinionin për para, të cilët thonë se çfarë do bëhet. Dhe mendohet që rreth 1 milion prej tyre do shpërngulën në vendet e tjera, në vendet Bashkimit Evropian, në vendet arabe, të cilat janë gati t'i presin, mund marrim edhe 2-3 avion, nuk i dihet, po jo 1 milion, sa thonë këta. Kështu që Ramës për këtë pikë duhet. A ka marrëdhënie? Po, ka marrëdhënie direkte ai me Shtëpinë e Bardhë. Nuk i bie telefonit Alex Sorosit, që Alex Sorosit i thot Bidenit, e ka direkt në... Marrëdhënia me Shtëpinë e Bardhë ka pasur në presidencën e mëparshme. Jo, e ka këtu, e ka më mirë këtu. Të e thua ti, por çfarë është shfaqur publik, s'kemi parë gjë. Në qoftë se vajza e tij bashkë me dhëndrin vinë e bëjnë 2 herë pushimet këtu, dhe për djalin e tij nuk ka të njëjtin konsiderat që ka për Kushnerin, për dhëndrin, kjo djetë. Në qoftë se kjo është vajza e preferuar e tij, e thënë shprehimisht, dhe në qoftë se këta kanë një projekt në Shqipëri, nuk më duket se ky nuk ka akses për aq sa i duhet, për këtë të voglën tonë. Ndërsa me Bidenin duhet të bënte telefonin e prishur, të i thonte Alex Sorosit të gjente një hyrje aty, sepse duhet ta kuptojmë, politika e kështu është. Ndërsa për sa i përket departamentit të shtetit, ku i kanë gjithë shpresat ata, Rubio është përfaqësuesi aparateve, përfaqësuesi departamentit shtetit, CIA-s, Pentagonit. Është përfaqësuesi tyre dhe këta janë të ftohtë në llogaritë e tyre. Për çfarë duhet Edi Rama? Mos ju prishi punë në rajon, ta fusin në Kosovë dhe në Maqedoni kur ju duhet që të rregullojnë ose të prishin punë me elementin shqiptar, dhe të jetë i dëgjueshëm për bazë. Kto Rama i ka bërë si më i miri.
Atëherë, për çaj duhet departamenti, ndonjë dashuri të madhe s'ka, duket nga kjo, e ngarkuara me punë e cila shumë e ftohtë, edhe për mua është një diplomate shumë e dobët, me thënë të drejtën, megjithatë, ajo, punën e Artopalantit e qanë, e bën shumë bukur. Kjo është e gjithë situata e Ramës. Letra do kishte ardhur këtu kushdo që t'ishte kryeministër? Do kishte ardhur. Kushdo që do ishte kryeministër, do thoshte, po, jemi dakord. Janë raportet me Izraelin. Rama i ka raportet ndryshe me Izraelin. I ka patjetër ndryshe. Po ta them unë që i ka ndryshe. Fakti që ka dhe ka me ata. Për çdo më thënë, do ndikoj Rama tani do ndikoj Rama, do bëhet Rama aktor në këtë histori, thua? Ta thash edhe një herë, nuk do t'i drejtoj ai posadimet. Për aq sa ju duhet. Për aq sa ju duhet. Nuk them, unë nuk jam të mos ikim në momentin që do të thonë, ftesa po përdoret në Shqipëri, nuk është se po përdoret si argument. Në botë ka diskutime, do pranohet, çdo pranohet ftesat. E përdori dhe Erdogani. E përdori Lukashenko e përdori. Jo, edhe Erdogani. Edhe Erdogan, po mirë më të shkime. Po, edhe Macron e përdori, po jo, nuk do marrin pjesë. Kemi vendosur do marrin pjesë. Po, Macron ka hallin se rre gruaja duhet. Tela, mund të jetë një ftesë lobimi e qartë për të kundërpërgjigjur dhe gjendjes që ka Rama me të vetët, me thjet në spake këto, edhe të gjitha. Pra, sulmi që ishë bërë balë, i duhe kjo ftesë, dhe ne po themi një gjë tjetër tani, loja që ka bërë opozita, kjo ftesë i djek një pjesë të rëndësishme të lojës. Dhe këtë po diskutonin në mes historinë e parë, këtu që kishin politik, njëri unë politik, që i djek gjerat. Po ftesa u bë Shqipërisë apo kryeministrit të Shqipërisë? Kryeministrit të Shqipërisë. Unë them që është bë Shqipërisë ftesa. Pra Shqipëria si vend me karakteristikat që ka. Po ta shikosh kështu si thua ti, është bërë dhe Evropës. Se jemi në Evropë ne. Jo, me jemi në Evropë. Jo, është bërë dhe Evropë, po ne nuk e dim çfarë tani po themi gjëra shumë thjeshta Tela, po themi mbetemi te një pikë që e drama është kundërpërgjigjur që të futemi në bisedë se ne jemi gazetarë. Ndryshe nga politikanët. Si të kanë hallet e veta, etikën e vet, ne jemi gazetarë tani Tela dhe ne duhet të themi që mendojmë vërtet. Rama po i përgjigjet opozitës dhe gjendjes në cilin ishte tani. Dhe kjo është një ftesë shumë e dëshiruar për te. Patjetër, më frymëmarrje madhe. Këtë them unë, mendoj, frymëmarrje madhe është pa diskutim, po ne duhet të themi çfarë është realisht, pastaj se si përdoresh është tjetër gjë. Po realisht e di dhe bufi këtë mu? Po mi, po këtë ta themi. Këtë ta themi, po tani çfarë i bëjmë tjetër? Përveç asaj që the. Tani çfarë të bëjmë? Po për këtë për të thënë. Po çfarë ti them tani? Ti themi popullit shqiptar që siç vazhdon ti të thuash që në shumë vende është bërë dhe diktatorëve. Ti po thua tani që i është bërë diktatorit që ka duart me gjak deri këtu i tashun pjesën e parë dhe i shtron që lym të kuq Trumpi. Më fal, nuk të kam dëgjuar çka thon pjesën e parë. Po ja ta them unë tani. Ja ta po ta them ty tani. Dhe tani është një ftesë që i duhet ti, jo Trumpit më e. Kjo ftesë është bërë mbi 60 shteteve, por 5-6 e kanë publikuar. Tjerët s'e kanë publikuar.